Presidenti i Federatës Kosovës bëri rolin tënd, se shumë ta regjia. Ti do rish ke ftuari, kurse Avnia do rike kryesori, pra ke Xharo. Kështu që kënaqësi të mirë se na erdhe dhe jemi të lumtur që na erdhe, se do na zbukurosh edhe garën dhe komentin dhe zërin edhe gjithë atmosferën këtu. Në fakt, na vjen keq që kjo lidhje është bërë në këtë lloj kondicioni pa garë, sepse kushtet meteo na bën që ta ndërprisnim garën. Komisarët pritën deri në orën 16 dhe precizuan që të garat mbyllet, sepse era është në drejtim të kundërt dhe e fortë, kështu që është e pamundur të fluturohet. Jo vetëm, por këto ditë në gjithë Shqipërinë ka qenë një meteo, një kohë shumë e paparashikueshme, ose më saktë, shumë e ftohtë në mëngjes dhe në darkë, edhe shumë e ngrohtë rreth mesditës. Është vërtet, po Berati ndikon kjo kodra që kemi në krah të djathtë dhe ideja jonë është që e kishim menduar këtë gjë. Ja pse një ditë e bëm një ditë më shumë garën, nga 2 ditë. Gara është 3 ditë, thjesht për t'i dhënë mundësim gjithë pilotave të hikin me rezultatet maksimale, pra me 8 raunde, që të marrin pikët maksimale, pra mos ngelim siç ngelim Korç për 2 ditë, kohë e keqe dhe bëm vetëm 1 raund. Por me sa pam sot, 2 raunde nuk janë pak për këtë lloj gare, të vështirë që për mua si Alket, në gjithë historinë e garave që kam qenë prezent, e konsideroj ditën më të vështirë për gjithë pilotët. Nuk i kam parë në këtë lloj kondicioni gjithë. Edhe më të mirë të botës nuk i kam parë kështu. Po pak a shumë më kujton pak Versace në Serbi kampionatin botror, ku ka qenë një Michel ere në fush, po kjo këtu sot ishte konstante gjithë ditën. Për fat të keq, i vetmi pilot Beratas që mund fitonte këtë garë, Eduard Gega, nuk do të fluturohet. Jo, Edi ne kemi drejtor gare këtu dhe Edi është pjesë. Ka një, unë do të them diçka, pra se të përmend gjithë bashkëpunëtorët, gjithë sponsorat tanë që pa këto ne jemi këtu, Edi është tek timonier ke lokomotiva e qytetit, e Beratit, e kësaj gare, pra bashkë me bashkinë, me çobën e tjerët, dhe pa Edi ne këtu nuk bëjmë dot asgjë. Është kryetari klubit të Beratit, plus që është presidenti i federatës tonë, por sinqerisht me bizneset që ka, nuk e themi që jemi bashkë këtu, po nuk mund bëhet dot. Ky lloj organizimi, ky lloj preokupimi i njerëzve edhe i gjithë strukturave, qoftë shtetërore, po qoftë dhe private me misin. Jam dakord, por nëse do pyesësh Edin, do të organizosh apo do të fluturosh? Urdhot. Ne përgjigje vetë Edi. Po, përsëri është impenjim. Jo impenjim, është dekrenarime që kjo garë duhet të vejë mirë. Krahasia ime është të fluturoj, por në radhë të parë në këtë rast, duhet të suksesi i zhvillimit të kësaj gare. Sepse nuk është pak, nuk është gare vogël, nuk është dhe përgjegjësi e vogël, pasi kushtet, siç e tha Alketi këtu, janë shumë të vështira, por dhe të bukura. Ti nje kushtet, nje erën e Beratit? U be kaq vite këtu. Dhe gjithmonë prandaj dhe jemi këtu që ti jemi të asistojmë në çdo moment të gjithëve. Gjallë ti e ke për herë të parë Beratin. Po, për herë të parë, Dhe kjo është kënaqësia jonë, mirë që e plotsove, se na e premtove Gjirokastër për ja erdhe. Vitin tjetër kemi ndërmend të bëjmë një postim, ndoshta datash, po ndoshta të diskutojmë që të jetë sa më afër Albania Opës, që këto pilotë që na vinë mos na hikin dhe të vinë Vlorë. Por e konsideroj si master. Ky është master, jo Vlora. Vlora është vinë, shohin detin dhe kanë fluturimin të gjithë. Duan atë të zerrën ke pika, se është erë laminare. Absolutisht. Por vështirësia që është këtu. Matias Luga thot, unë vi këtu thot nga që ai është dhe testues velash, thot për testuar brandin tim. Dhe i thot fabrikës që kjo vel në këtë lloj ere zbritse jepet kështu, në këtë lloj termik, në këtë, pra të gjitha gjërat janë komplekse këtu. Prandaj duam që t'i vëmë emërtimin është master i vërtet. E meriton sepse përsa kolaudon velën në Berat. Master, pastaj, më fal, ai miku jon, ai
djali operator që është në fund atje dhe regjia do I mundsoj atë planin e Beratit atje, ku ka lanë mësja. Ja, e dori. Tash Xharan fal, është për të thënë të dashur telespektator dhe me këtë po e mbyllim kjo, po do vazhdojmë, po çfarë mrekulli është. Do t'i kërkonim atij. Si çfarë mrekulli. Do t'i kërkojmë kameramanit që të kthente kokën dhe një herë nga mbrapa tek Tomori. Kam parë në rrjetet sociale, Tomorin e kap. Kam parë në rrjetet sociale fluturimin e spanjollit e kisha kapur nga lart. Perl. Shumë për fantazi, shife Beratin, o zot, shikoni Mangalemin, një mrekulli, një ndriçim, nuk e di domethënë, nuk e di një vangjush mio mund ta bënte këtë. Ja, pra, dori kartolina tjetër. Ja dhe kartolina tjetër. Pra, kjo tregon shumë për garën, ë? Bora atje, tregon shumë për garën. Ore neve jo, tregon shumë për garën. Është për treguar që çfarë është këtu. Është një Michel e vërtet, sepse ka rënë shi, atje ka rënë borë, këtu ka rënë shi. Ky shi akoma nuk ka tharë tokën, edhe është në proces të sipër, prandaj e bën të bukur këtë garë. Edi, e thua me mburje... Jo, e the me mburje, atëre, shiko, një nga mund ta thuash, më fal, mund ta thuash me mburje që jam nga Berati, jo vetëm që është qyteti absolutisht më I vjetër, më cool, I jashtëzakonshëm I Shqipërisë. Berati vitet e fundit të bërë dhe qytet I sporteve, ka mirë pritur gara Enduro Albania, ka mirë pritur maratonën e Beratit dhe normalisht nuk ishte si të mungon. Prap maratonën e Beratit pas pak ditësh. Në 6 prit, në 6 prit. Dhe ka lëvizur mua më pëlqen absolutisht shumë. Është gjalluar pa mas, është gjalluar. Por do të shtoja tjetër me vetë për këto kushtet e për këtë fushën, për kushtet e fluturimit në Berat, një shprehje që përdorte një pilot shumë I vjetër, instruktori në italian kur erdhi. Këto kondicione, këto kushte këtu janë da manuale, të manualit. Në qoftë se do të që një pilot ta testosh, ta mësosh, është kjo këtu. Master pra tha Alketit do marrë. Pra atë marrë diplom. Konfirmova atë të Alketit. Është e jashtëzakonshme dhe është edicion. Ne kemi 6 vite rjesh I bën. Edicioni 6, ke të drejtë, por 5 vjet është Korça Open, ne kemi bërë një vit Berati Open, po kemi bërë një vit Korça Open këtu. Po, ishte pa mundur ta bënim Korç për shkak të kushteve dhe në një organizim rrufe brenda javës kemi bërë. Po sepse në Korç ti e bën në fund vitesh ftohtë. Atëherë bën Berati, domethënë Korça Open e bëm këtu që ishte edhe test I parë dhe na doli fantazi. Pra ishte çdo gjë e kuruar mirë, ato plane të kalas, ai flamuri on kombëtar atje që turistat e lakmojnë që vinë shohin gjithë atë zonë atje. Edhe këta që I kemi sot në garë, kanë mbaruar garën, janë të gjithë spanjollët ikën për të kapur sunsetin në Kala. Vetëm turistë kanë parë rrugën duke ardhur. Ta kanë thënë I dashur që I vetmi vend në botë që e ul diellin në det pa kostë është Shqipëria. Sinqerisht ta them sepse ai shkuan atje për të shkojnë në Kala tani për të parë sunsetin dhe për ta fotografuar. Kemi dhe me këto pamje që po shohim kemi dhe regjizorin fanset Beratit, është duke u kënaqur, duke kapur. Nga do që e kthen kamerën, nga do që e kthen në kartolinë. Tani dua që të para se të dalim ke rezultatet, se shumë interesante për nesër, të përmendim gjithë bashkëpunëtorët, sepse Federata jonë bashkë me Kosovën bën këtë lloj kampionati kombëtar që kemi të përbashkët, është edicioni 14. Kanë filluar t'ju kopjojnë, domethënë po bisedojnë. Po bisedojnë, por nuk po bëjnë. Kanë vite që I kanë thënë, por nuk I bëjnë. Shkojnë bëjnë kupat përbashkëta, kup kombi një garë dhe mbaroj. Jo, kampionat përbashkët me një klasifikim. Dhe unë personalisht ja kam thënë dhe Kosovës, më të mirët në listë për klasifikimin për mua të garen për Shqipërinë, për flamurin kombëtar. Po. Të tjerët për Kosovën, në qoftë se duan dhe respektojnë flamurin. A realizohet me 2 në shtetësi? S'më kuptove. Okay. Flamuri nuk është vetëm joni. Apo jo? Flamuri është dhe I vëllezërve në Kosovë. Kur ka vakira, kur ka festa, kur ka gjëra, nuk kam parë ndonjë ark mort apo ndonjë fest, ndonjë dasëm të vishet me flamurin blu. Vishet me flamurën e kuq. E kuptoj. Dhe pse jo ekipet t'i kemi me më të mirët e kombit. Pra të konsiderojmë ekipin Albania kombin. Megjithatë këto janë gjëra tjera. Pioneri bashkimit Dua të falenderoj pafund na futen në politikën e bashkimit kombëtar. Bashkëpunëtorët tonë të rrugtimit që bashkë kemi përjetuar gjitha, që janë gjithë sponsorat tonë me big marketin në krye me bankën kredit si janë gjithmonë në aktivitetet tona.
këtu në Berat kemi Bashkinë e Beratit që këtu ti s'ke qenë sot, për gjithë ditën dhe dje, gjithkohon kanë qenë njerëzit e bashkisë që vinë në dispozicion. Bashkë me Këshillin e Qarkut që nesër atë djalin do e kemi në intervistë dhe do marrim shumë informacion nga ai. Ama kafen dhe Red Bullin thash janë love story i kam konsideruar. I ke dhe ti ato ke eventet që bëm. Kështu që janë love story që s'ka nevojë për koment. Kemi Ujin Lajthiza që edhe ai është prezent. Ujë zyrtar këtu i Berati Open Air. Kemi rën tënë që Renis Tëshanën që është gjithmonë mbrapa perdes, që nuk do të dali, por pas kuintave. Sky Sport Albanian që na ka ndihmuar me transport, me infrastrukturën që ka dërguar këtu. Dhe pa dashur se haroj, kemi ESP-in, që ESP Oil, bashkë me Çobën, që Çobën do e përmend tani pak më vonë, ESP-ja është partneri jon i rrugtimit, ka vënë çmim për Golden Lady, pra fituesen femër. Ndërsa fituesen e overall është miku jon Çobo nga Berati, i Verës, prodhimi i Verës dhe Çobo Trofi dhe unë e tham si slogan shpar, do të kuptosh ku janë kodrat më të mira në Shqipëri që i kap dielli, janë kodrat ku Çobo ka mbjellur vreshti. Duhet pyesim Çobon. Pyesni Çobon të dashur miq për të kuptuar ku ka diell më shumë, se ndoshta s'doni të mbjellni vresht. Okej. Pra, të gjithë Osheja tani ka një diçka se Osheja është e padukshme shumë, po është promotor se gjithë energjia elektrike, të gjithë kjo infrastrukturë lëvizse, autobusi televizioni shqiptar. Makineria amës si me kafe, të gjithë fonia, të gjitha vinë nga ndihma atyre, jemi të impresionuar si çdo vit, vinë gjithë stafi Oshejes, si sjellin kablot, sjellin. Këto janë, dhe tani që kam shkruar këtu, që mos të gaboj, këtu është Gega. Ky zotëria këtu me Gega Grupin, që bashkë me Gega Hotelin dhe me Hotel Placa Berat, që është qershia mbitort e qendrës këtu, bën që këti djalit ti shtohet numri i turistave dhe mu më bjen shumë mirë që ky ka booking gjithmonë me turista që hynë Berat dhe ato vinë në një infrastrukturë tepër të mirë. Jam dakord, por krenaria e Edit arriti derisa në Gjirokastër filloi duke diskutuar me kryetarin e bashkisë Gjirokastrës kush është më trenta në Gjirokastër apo Berati. Dhe ishim Gjirokastër, jo është Berati thoshte Edi. Është Berati absolutisht. Të dyja qytetet janë të mbushura plot e përplot me turistë. Është vërtet. Janë dy qytete që konkurrojnë në saj me që janë dhe pjesë e UNESCO-s dhe janë aty me numra, po mos harrojmë që qyteti më i madh i turizmit në Shqipëri është kryeqyteti jon i dashur Tirana, që është një dyndje e jashtëzakonshme, por ti nuk e kupton dot sepse është në shtrirë në sipërfaqe dhe nuk hynë dalin pa punë. Por Berati dhe Gjirokastra janë krenaria e turizmit që i afron turist. Çdo turist që ti merr në çfarë do lloj niveli qoftë ky turisti, për ta nderuar si Berat. Por jam dakord, nuk është dakord me Gjirokastrën, është ai vend para. Jo, mirë, këto pastaj leta. Pastaj diskutojmë atë, Berati qëndron gjithmonë. Ky nuk do, tash unë jam nga Gjirokastra, ky s'mund të më thotë mua që Berati është 50% nga Gjirokastra. Edi thotë është Berati. Po Berati është. Nëse e themi këtu që është Berati, edhe po ngeli vend dy Gjirokastra sa prish. Edhe Çajupi. Jo, shiko, kanë një, pse nuk thua më ret që të dy qytetet kanë një ngjashmëri të jashtëzakonshme. Nëse do jemi në Qafazari dhe do shohim në këto orë malin e Çajupit, zëre se po shef Çajupin me këtë bukuri të Tomorit apo jo. Pra ja, kjo është ajo ngjaja, urdhë. Ja, se më shohim Çajupin. Ne jemi të bekuar atje edhe në Korçë, po ti e shohim malin. Kemi edhe Korçën, kemi të treja. I kemi ose po ti jemi nga ana këtej shohim malin e Moravën komplet nga kemi tre mrekulli, me vërtet. Kë i dashur në fakt dua që të flasim pak dhe për ditën e sotme. Për kompeticione. Më intereson se nga që e tham dhe shpar që jam i impresionuar, qoftë në thojza për mirë, nuk do isha për mirë, se zombinte ti shikoja ashtu djemt e vajzat në kushtet, po megjithmonë kushtet kanë qenë vështirë. Ko absolutisht të gjithë do kalojnë mikrofone RTS. Absolutisht po. Jam shumë impresionuar për disa pilot, edhe i zhgënjur për disa pilot, por nuk i vë faj në fakt,
për kushtet që ishin sot. Okej, Që nga fillimi i fluturimit nga take-offi deri në zbritje, nuk ka qenë fluturimi i thjeshtë. Drejtor, Janë bërë dy rande, nga 8 mundsh. Kemi dhe 2 ditë në dispozicion për të mbyllur maksimumin e randeve, nëse mbyllen. ndërkohë këto janë pamjet që regjia, pamjet e regjisë nga dita e sotshme e aktivitetit. Highlightset, momentet më të bukura ditës. Highlightset. Edi, sa pjesëmarrës kemi ti drejtor gare? Sa pjesëmarrës kemi në Berat? Kemi rreth 50 pjesëmarrës. 50 pjesëmarrës. Shumica janë tuaj. Jo, kanë filluar, janë pothuajse gjysmë për gjysmë, por risia janë gjermanët, spanjollët dhe francezët. Edhe francezët. Por skuadra e Kosovës më shumë në numër se sa skuadra shqiptare. Se skuadra shqiptare. Po, sepse kanë skuadrën e femrave të plotësuar. Kanë një klub shumë që prodhon shumë, nxjerr shumë të rinj dhe Shqipet e Kosovës po ndrojnë marshet, ë? Po, patjetër. Çfarë marshe janë ata? Çfarë marshe jemi ne? Ka kaluar shumë përpara. Unë kam thënë, do t'ju them diçka. Kosova me Shqipërinë për mua personalisht jalket në sport është si nada me ditë. Që nga mentaliteti i kohës më përpashme. Kemi folur bashkë. Kemi folur për basketboll. Kjo është baza. Më thuaj dashur në kohën para 90-s, kur kaloje tek shkolla 11 janari, apo në një rrugë të Tiranës dhe shikoje një kosh basketbolli, nuk do shikoje rrjet, do shikoje një kosh të varur dhe ka ajo harku i koshit do shikoje një komordare biciklete. Më kupton ku ka qenë pasioni i basketbollit dhe i sporteve në Shqipëri. Ndërkohë që në ish Jugosllavi ka qenë komplet mentalitet tjetër. Dhe Kosova vjen me shumë breza të emigruar jashtë dhe marrin frutet e brezave të ri. Kulturë sportive jashtë. Absolutisht nuk diskutohet, por nuk është kjo tani. Tani është ligji i sportit që ata kanë, ai 30% i tatimit fitimi i biznesit që nuk i kalon shtetit, po i kalon sportit. Kjo është një prallë që ne nuk, domethënë, kush e kanë dorë këtë në Shqipëri këtë? Kush e kanë dorë? Kjo është një prallë që ne e kemi ëndër, po e kemi filluar me Kosovën bashkë në të njëjtin llogore, dhe ata kanë ecur përpara. Por absolutisht po, sepse kanë marrë me vete këtë lloj dhurate nga shteti tyre. Duhet ligji posaçëm parlament. Duhet ligj, por nuk e di si do e bëjnë këta në çfarë përqindje, apo nuk jam i informuar shumë, por di që këta kanë një ligj që është 30% mbi tatimin e fitimit të bizneseve. Dhe kjo është shumë interesante. Për të gjithë bizneset, mos haro, jo për korporatët. Duhet ta pyesë të biznesmen. E di që do mbështesësh sa të kesh jetë sportet, gjitha llojet e sporteve, sepse je sportist vet. A mendon se është momenti që shteti shqiptar duhet i mbështesë sportistët më shumë? Tashi, ne edhe si federati kemi kërkuar dhe kemi shkuar me këtë metodë që thot. Ndërkohë që 30% me vel të biznesit ndihmoj është një shifër kolosale. Po ne jemi të kënaqur dhe më pak kur e diskutojmë atë, sepse 30% është me vel i plotësoni dhe nevojat dhe me vel tepron, siç kemi dëgjuar edhe nga këta. Është sepse çon sportin në një nivel shumë më të lartë. Sepse këtu ne përveç se 30% nëse do marrim mjetet sportive tëra, ne duhet të paguajmë. Ndërkohë që mund të ishim sponsorizuar, ndërkohë që mund të ishim me vel nuk flitet për një për dy, flitet që nëse do të ketë këto sponsorizime, i ofron të rinjve, i ofron gjitha. Për gjitha sportet Alket, jo vetëm për aeronautikën, mos na keq kupton. Jo, për gjitha sportet. Se shoh që është bërë dhe këtu në Shqipëri, shikoja në media që diskutoi për ligjin e basteve dhe për këto gjëra dhe për fitimet dhe gjithmonë përmendej futbolli. Këtu nuk duhet, nëse jemi clean dhe jemi të gjithë të barabartë, duhet të thonë për sportin. Po sigurisht. Sepse janë të gjithë që bëjnë sport, nuk janë vetëm. Kështu që kjo është shumë e rëndësishme. Po s'është vetëm futbolli. Nuk po flas për të ardhurat e basteve, po flas për ligj sporti që ka Kosova, se nuk është ky atje. Po. Kto e kanë të saktë. Dgjoj, nëse këto para do vinë nga taksa paguesi shqiptar, unë si taksa pagues shqiptar jam dakord që të paguajmë më mirë sportin se sa të paguajmë programe e tjera, edhe nuk e di çfarë lloj arti dhe kulture, nuk e di. Në Shqipëri ne duhet mburemi me sportin. Në Shqipëri sporti duhet fëmijëve, jo neve e kemi kaluar moshën. Në Shqipëri sporti duhet bërë si në Amerikë, ku pas sport nuk ka asnjë të ri amerikan që nuk merret. Duke filluar që nga shkolla. Pra pikërisht duhet filluar që fëmijë. Ne po na ndjekin tani në qendrën e Beratit, nëse vazhdon Ledwalli dhe sot Mazila, sepse e kemi lënë atje gjithkohon, RTSH-n ta shohin atje çfarë po ndodh.
Dhe e kemi bërë Kastile që të paktën të nxiten, të shohin që po ndodh diçka në qytetin e tyre dhe të vinë këtu. Pra aty ku në lumin ku është zgjiruar Tomka dhe shokët e tij etj, ne po bëjmë një fushë jo të zënë, po të lirë, po bëjmë një event. Ideja është që këtë vend këtu duhet që unë e konsideroj vend të shenjtë. Edi e di, po që kemi hequr për të hequr gjërat që hedhin. Pra duhet patjetër të kemi fokusin që këtë vend ta kemi të shenjtë që të jetë gozhd e sportit, jo vetëm të fluturimit, se këtu ka vend për gjithë sporte. E kuptoj. Sa do që të mundohesh ti dhe Edi, shumë ingranazhe. Kemi, thënë drejtën, është mbrapa bashkia, e cila ka qenë gjithë këto kohë, ka 3 ditë, dhe sot njerë që filluan dhe pastrimin këte që kënë hequr këtu është çdo gjë e pastër tani. Po kjo duhet të jetë, duhet të ri, sepse ne vitin tjetër, unë e garantoj që ka më tepër garus. Kemi bërë... E kemi, apo jo? Po, vitin tjetër më tepër garus edhe një risi tjetër ishte pe fëmijët sot që kishin dëshirë të vinin, të preknin, losnin, krasë neshtë, losnin, gëzonin, preknin, velat, pyestin. Edi, kështë kuriozitet të madh nga ne fëmijë. Si është vitin Berat me aktivitete kulturore, artistike, sepse sportive unë kam qenë në pjesën më të madhe tyre? Berati, duhet të them që këtë vit ka pasur aktivitete kulturore, me sportive, është pak dobët në krahasim me të tjerë, po të them të drejtën. Bashkia ka punuar, absolutisht unë jam prezent. Kulturore ka qenë muaj dhjetor, nëndor dhjetor ka qenë pothuajse plotësisht çdo ditë. Kam qenë panajire të ndryshme, panajire të ndryshme, koncerte të ndryshme dhe ka ndryshuar. Është komplet tjetër gjë, ka qenë 2 muaj vërtet feste. Festa ka vërtet, ne kemi vitin e ri, pa tani kanë hyrë Krishtlindjet, kanë hyrë festa Ramazanit, kanë hyrë shumë festa, por si sistemi ne gjithmonë festa të fund vitit ka qenë të mbushur komplet me aktivitete dhe me... Kemi bërë një garë alket me djemtë e Ndur Albania, kemi devijuar, bashkia na është gjetur absolutisht, kemi devijuar rrjedhën e lumit, e paksuan pak lumin aty, dhe motorët bërë një garë. Është bërë për disa vjetës këtu. Ajo ka qenë spektakl. Kisha të ftuar 2 miqtemi francez. Par vjet ju fluturam ne mbi kokë juve, po. 2 herë. Herën e parë, 2 miqtemi francez ishin tek kafet lart, ke dritaret, po pinin kafe dhe po shihnin garën, thanë Monte Carlo. Rrit, shef garën live. Tamam. Edhe po shikon aty nga ajo, ka qenë një mrekull. I mrekullueshëm. Po. Kemi tentuar dhe ne ato highlights. Kemi tentuar dhe ne me Alketin për të vajtur atje, por ne kemi një problem që atë sheshin ku ju bëni dhe aty ta shishonim. E të bëjmë një vet. Nuk duam të riskojmë. Por kushtet dhe kondicionet ne aty është një ka vend aty, por është afër Kodrës edhe është rotor, turbulencë gjithë. Është 2-3 kanale, është një rotor edhe rrezikojmë pilotët. Rrezikoni shumë pra. Jo, teknikisht për vizibilitet aty është show më i madh. Por safety first thonë. Siguria në vend parë. Po i shoh pak i pam ato highlightsit, por duhet të thënë që mund të thuash emrin e kryeson Andreas Schubert. Është një nga gjermanët, familja Schubert. Ai është shumë strikt, babai, ai është shumë strikt, nuk gaboi në të dy rastet, kështu që është me merit në vendin e parë provizor. Pa, 1-2, 1-5. I dyti i hyni snajperisti UÇK-s. Nuk ka arritur dot të shkojë 0 sot, por ka shkuar eksaktësisht sa Andreas 1-5, 1-2. Është Migjeni, vllai i Fanolit, Migjen Shala, është në vazhdim, nuk duhet, po se prek se është në vazhdimin e rritjes. Nuk e komentojmë. Okej. 11 pikë, i treti është Viktor Rodriguez. Viktori Rodriguez, ai që shkoi në Kala sot për të kapur perëndimin e diellit Beratit mbi Shpirag. Viktorit ishte ai shumë i lumtur për këtë rezultat, saqë nuk e di ç'do bëjnë qoftë ai ky do fitoj. Nuk e di ç'do bëjnë Berat ky, po se ky e ka rezultat historik këtë. Domethënë ky mundohet të shkon në gjithë botën fluturon bën, po pse është i gëzuar sepse raundi i dytë i këtij ishte i frikshëm në kondicion në një turbulencë. Erdhi ngjitur me Eduard Gegën, me erdhi me Eduard Dacin. Në raundin e dytë kanë ardhur njëri mbas tjetrit. Dhe kishte të drejtën e Zotit që të përplaste këmbët dhe t'i quajë re-jump. Por vendosi që në momentin e fundit ju sul pikës. Sa është ulur vela e Eduardit,
Dacit, u fut ky dhe kapi rezultatin e mirë dhe shpërtheu. Pastaj nuk po i përmendim tjerët, kjo është shumë provizore. Ta përmendim me që është shqiptari 5 i Blerian Braçe. Blerjani. Edhe Denisi pas ti, Denis Mistari. Denisi dhe Blerjani. Blerjani shpresojmë që të vazhdoj kështu. Po të vazhdoj kështu është mirë. E vetmja gjë që ai djalë ka, është me talent, është i qetë, i ftohtë në ajër dhe nuk dhe është shumë i saktë është, ka një met, nuk ka vazhdimsi. Gjithmonë gabon. Pra duhet jetë. Një pra, jo, okay, po duhet ta korrigjoj atë, duhet jetë sistematik. Gjoni, ku është Gjoni? Jo, Gjoni gaboj në një 200-që, kështu që është më poshtë. Okej, kështu që ka një 8, një 200, po. Okej, shojmë. Shkojmë tek skuadrat. Ke vajzat në fillim. Ke vajzat, okej. Emër shqiptar në vendin e parë. Po. Të 3 vendet e para. Po, sepse një angleze kemi dhe një gjermane. Spanjolle, kemi një spanjolle. Jo, gjermane dhe angleze. Gjermane vajza? Jo, është gjermane me origjinë nga Irani. Po, është gjermane. Matin. Dhe, më fal, kemi edhe rumunen. Është dhe Rumunia. Elena Kristina Brusko në vendin e 5. Bruskovi, po. Kemi në vend të parë Anisën. Çfarë rezultate është shumë e vërtetë ajo që thua ti Alket për 5 në raundin e parë, 200 në raundin e dytë. Anisa Shala është kryesuesja. Anisa është vajza e Fanolit. Është e vogël, është me talent, super talent. 14 vjeçë. Edhe në momentin që doli herën e dytë ishin ato kushtet më të këqija të kohës. U detyrua ul në mal, diku në një livadë atje, si ishte pa mundur që të zbriste. Edhe priti sa... Jo, i quhet 200 sepse ka dalë nga... Ka marrë maksimalen, e kuptoj. Po kështu edhe Besmir Egeci, 6-200. Kam bërë gabime në zbritje, por gjithmonë duhet të thonë që këto 200 do hiqen në qoftë se kalojnë 4. Po, sipas rregullit vjetër. Edhe ngel, po. Edi, ti je master, kam përshtypjen, overall master? Jo, nuk është Edi në garë. Okej, me që i nje? Jo, ke mas, ne nuk japim çmime për këtë kategori. Gjithsesi. Po. Qofse ti i nje personalisht nga sa vjeç janë këta Alket, me që janë master. Këtë se di Paskalin e di që mund të jetë ke 60-70 vjeç. Po. Matias Luga është më i vogël se Peste. Po. Okej. Kjo është një kategori që nuk para e promovojmë. Okej. Gzim Statovci. Duhet ta promovojmë. Është veteran. I thash Gzimi dhe komentuam sot para dite, ishte i pari në raundin e parë me 2. Dhe thash e vetmja gjë i thash Avnis kur për këtë djalë është nuk ka atë nuk është sistematik. Vazhdimësia. Kalim tek Junior, sërish mbi emri Shala mbi Zotron. Po. Dhe Schubert në vendin e 3. E 3, ky ka një 200 të dytën. Po nuk e di, duket kërkoi një rixham, bëri një complaint, por nuk e di, do shoh. Jemi në pritje të jurist nesër. Kemi edhe tim. Dhe skuadrat. Skuadrat janë edhe këtu është gare fort, sepse ke parasysh tani gjithë këto pilot që janë miksuar në për skuadra. Jo vetëm që përfaqësojnë veten, por bëjnë atë rolin, domethënë njëri shoh ke njëri tjetri që bëjnë kalkulime, gëzohen apo mërziten. Kjo është e bukur, se një ekip ka 3 veta dhe janë gjithë duke parë njëri tjetrin. Është shumë gare fortë, po ta shohësh se këtu nuk hiqet me keq edhe. Këtu çfarë rezultati merr të ngel. Tek skuadrat nuk hiqet. Sa do mirë që të bësh. Po, ti po mori të keqe, nuk është se po bëre 4 tiqet një, tiqet në individual. Atëherë super gare fort, Sky Sports Albania 315 me 316 vetëm një pikë më shumë Aeroklub Vllaznia. Po, Aeroklub Vllaznia. Është shumë e fortë. Edhe Shqiponjat e Kastriotit në vend të tretë. Me 321 pikë. Po. Shqiponja e Artë, Tim Papillon, Shqiponjat e Kastriotit, etj. Alket, çfarë do presim në 2 ditët e ardhshme? Në 2 ditët e ardhshme do jetë garë shumë e fortë, sepse nesër do kemi dhe ardhit të tjera, sepse është bërë një, se këtë do të thonim tani, nesër fillon me kampionatin kombëtar, pra klasifikimi për kampionatin kombëtar. Për shkak që ne bëm një ditë më shumë garën dhe disa nga Kosova ishin të pamundur dhe nga Shqipëria që të vinin që sot, 2 federatat që ishin brenda njëra tjetrit vendosën që
klasifikimi... Sa raunde do jenë për kampionatin shqiptar? Këto që kanë ngelur. Këto që kanë ngelur. 6 sot. Do jenë të gjitha për kampionatin shqiptar? 6 janë për kampionatin shqiptar. Pra, rezultatet e sotshme të çunave tonë nuk hynë në kampionatin kombëtar. Super. Këtu kanë qenë të relaksuar pak këta sot. Pra që nuk janë mërzitur aq shumë se Kuptoj. nuk kanë mbartur numra që do i kenë në kuriz deri në fund të dhjetorit. Pra, do kemi nesër ndoshta edhe 5-6 pilot më shumë, dhe nesër fillon gara shumë e fortë për kampionatin tonë që do ndihet. Do me thënë Gjoni, Migjeni, Fanoli, të gjitha fillojnë fuqishëm. Nesër, jo, ato do vazhdojnë se kanë hallin që të jenë këtu në Korça Open, po në Berati Open, por problemi nesër lidhen me 2 qëllime. Nesër fillojnë qëllimin e madh se ata e kanë shumë të rëndësishme atë ngritjen asaj gjës madhe në fund. Në fund. Kështu që prandaj nesër është shumë garë e fortë. Edi kushtet do të jenë? Kushtet janë pothuajse të njëjta me këto sot, janë çik më të përmirësuara ditën e shtunë, por jemi gjithmonë në këto kushte. Gara duhet shumë e fortë për këtë arsye. Është problemi i ftohti për raundin e mbasdites tani nuk është problemi i ftohti, problemi është nisja në malë që erat vjen nga mbrapa dhe është pamundur të nisësh me nga mbrapa. E kuptoj, mund bëjnë një... Gjithë problemi është tek nisja, pastaj të ftohtot nuk është se i shqetëson pilotët janë mësuar, vishen, fluturojnë në male, fluturojnë lartësi 1000 metra që është më ftohtë se këtu. Kjo nuk është problem. Kështu që shpresojmë që nesër do fillojmë më herët si garë, që kemi mundësi që kemi sa më shumë raunde. Edhe të jemi pastaj gati dhe për ditën finale, mos jemi stresuar për sa i përket pjesës. Sipas zakonit dhe traditës atyre që na ndjekin nga Tirana, miqve tanë, miqve të Edit, miqtë tanë sidomos, t'i ftojmë, t'i themi se thon pastaj pse nuk na that, se do vinim. Për të ardhur në Berat. Po ne kemi atë jam Berat, thotë Edgega, po problemi është prandaj edhe shkaku që ju jeni këtu, RTS-ja është që të bëjmë një thirrje publike që ky aktivitet, por jo vetëm ky aktivitet, por edhe ajo perë që pam mbrapa në Berat, të ngelit tek tjerë dhe të vinë të paktën në fundjavë, të shohin dhe qytetin, të argëtohen me bukuritë e qytetit, me emocionet e kësaj gare dhe me gastronominë e jashtëzakonshme që s'ka nevojë për koment, qoftë këtu, qoftë në Roshnik, qoftë në gjithë malësinë e bukur të Beratit. Miq të dashur që na ndiqni, nëse nuk keni plane, jeni të ftuar. Edi Gega ju pret, Alket Islami që nuk ka nevojë për prezantime, është mirëpritësi më i madh i çfarëdo lloj sportisti, i çfarëdo lloj të apasionuarit pas sportit. Është shumë herë është protagonist në televizionet shqiptare, duke folur për sportin me një pasion të jashtëzakonshëm. Flasim sepse jemi lindur, jemi rritur me eventet, me aktivitetet, edhe na vjen mirë dhe s'na vjen mirë për gjëra që ndodhin, por këto jemi ne, jemi një pjesë, një familje që lëvizim gjithandej dhe vetëm promovojmë se nuk bëjmë keq apo jo. Ne do të luftojmë deri në fund. Ne edhe një herë dua që t'i përshëndes të gjithë ata të bashkëpunëtorët tonë që na nderojnë me bashkëpunimin dhe pastaj mund ta mbyllim këtë. Absolutisht. Se nuk kemi çfarë themi më për sa i përket garës. Të gjithë janë në përzoma dhe të gjithë jam me 100% i sigurt që janë të gjithë ke hotelet e Gegës të stresuar disa, të gëzuar disa, po të koncentruar për ditën e nesërme se raundi i tretë do jetë raundi të vërtetës. E treta e vërteta në sensin që fillon kampionati kombëtar shqiptar. Deri si që zgjat pasaj deri me 3-4 evente. Absolutisht. Me që kemi edhe 2 minuta kohë. Big Marketi është një nga sponsorat tanë të rëndësishëm të gjithë udhëtimit ton në për vite tek Albania Open. Kemi ujin Lajthiza që me që është familja e Beratit këtu që na gjindë gjithmonë me Berati Open, Bangën Credins, partnerin e madh të Federatës Shqiptare të Aeronautikës, e cila gjithmonë ka qenë prezent, është prezent dhe këtu në Berat. Kemi Këshillin e Qarkut të Beratit, Bashkinë e Beratit që do pak minutazh më shumë për ta falenderuar, nuk është pak të bësh 5 vjetëri është aktivitet me një sponsor të madh me bashkim. Kjo është arritje
që bashkia të presi të bësh të vazhdosh. Pra vazhdimësia. Vazhdimësia. Bashkia, vazhdimësia. Nuk ka vetëm këtë kompeticion. Ka për të bërë shumë gjëra në vit dhe gjën. Absolutisht po. Kemi ESP Oil që edhe në Berat erdhi për të na qenë afër. Kemi Çobon që sa i tham s'kishe nevojë për koment, tha patjetër do jem pjesë dhe pjesë e rëndësishme. Është trofeu i madh për 1000 euro nga Çobo. Do vi ta japi personalisht? Do vi patjetër, do jetë dhe këtu në intervistë me ju. Absolutisht. Por mbi të gjitha mikpritja që është tek Çobo, tek kantina në atje, me investimin e ri që po bën dhe me gjithë gjërat e tjera, slogani është doni të dini ku Shkodër ka diellin më të madh, pyesni Çobën që tregoj aty ku ka mbjell breshtat. Absolutisht po. Kjo po, dashuritë e vjetra, love story ama me Red Bullin që janë bashkë gjithandej, jemi gjithmonë me ata, edhe ne dhe ju, edhe ti kur bën gara. Ditën e fillojmë me ta. Rëhen tënë Sky Sportin, pjesë e familjes, patjetër që do vi. Falenderoj pa mas çunat e Kosovës, Federatën Shqiptare të Aeronautikës, po dhe Federatën e Aeronautikës Kosovës, të cilët ju përgjigjen 1 ditë e plus të garës, se ne zgjeruam për marketing, pra për ta bërë Beratin më mirë. Por, ke parasysh kemi hequr nga puna, kemi hequr nga puna 1 ditë më shumë njerëz në Kosovë. Por kjo për ne është shumë dhe unë e vlerësoj. Kështu që unë i falenderoj edhe një dhe kjo është familja jonë e madhe që besoj që unë tash ke Gega, Hotel Placën edhe Hotel Gegën. Për shumë më thot Edi, pse kur vjen ti nuk fleke Hotel Plaza? Hotel Plaza Berat është një hotel me standarde të jashtëzakonshme. Kuptoj. Po nuk bëhet fjalë, nuk e ndroj dot Hotel Gegën tënd të ngrohtë, atë hotelin mitik Gega. Do të thonë kjo i riu është një standard i jashtëzakonshëm, është shumë i bukur dhe kam përpara një fushë që bashkia e promovoi tani, fushën e sport, ish stadiumin e Beratit, që është bërë një fushë fantazi dhe ne besoj çunat janë aty duke luajtur tenis edhe lojë shumë interesante. Edhe për ne. Bëhet fjalë ne ftuam gjithë nga Tirana le të vinë Gega, jo unë edhe. Tani unë fola shumë duket apo fola pak, tash ta mbyllim këtu me ato falinderimet nga ana e vet, se është shtëpia. Edi zoti shtëpisë deri tani le të themi në Shqipëri themi dielli duket që kur lind. Osheja, ose harum oshen prapë, se harroj diçka unë gjithmonë. Osheja, faleminderit për gjërat që bën. Deri tani eventi i Beratit, eventi i shtëpisë tuaj, si po shkon? Deri tani mund të them që jam shumë i kënaqur, pasi nuk po vete keq, pavarësisht se nuk na la që të bëjmë raunde më shumë, por ato raunde që bën janë cilësore dhe kënaqësia e jashtëzakonshme është ajo që të tham që këtu janë kushte që pilotët me të vërtet provojnë veten. Atëherë, jemi shumë të kënaqur, mendoj që edhe koha shumë e mirë na premton. Për të pjesën tjetër me foli Alketi për bukuritë për tëra, mes Jeshillakut nuk besoj të kemi qenë ndonjëherë mes kësaj të natyre, dëbora, kjo mali qyteti. Dhe pjesa tjetër është që ky event është fati i Shqipërisë, pasi ne kemi vajtur dhe evente të tjera në shtetit. Janë i bën jashtë qyteteve, janë shumë të rradha qytet. Ne kemi si në Vlorë dhe në Gjirokastë dhe në Berat, Korçëm kemi jashtë, kemi pothuajse fushat e Maliqit. Por kjo është një fat i madh që eventet janë brenda pothuajse mes qytetit. Mungon vetëm finalizimi i kësaj rrugës, si bashkia ka ndërmend ta bëjë dhe rrugë dhe pedonale. Dhe imagjino, ky zavori këtu, Edi, duhet vjen me këmbë. Vjen me këmbë nga Berati ose me biçikletë dhe shef dhe garën, bën dhe ekskursion, merr dhe ajër pas. Kështu që dua të them që gara po vetë shumë mirë, tëra. Alketi falenderoj të gjithë, unë nuk kam çfarë të falenderoj. Për sponsorës, ke harruar këtë Geoil që është Geoilin e harrove, po hajtë me që ikësim për balë dhe kujtoa. Jo, i themi nesër ato. Ja, themi nesër. Se kemi nesër gjithë t'i shkryjmë këtu. Geoil harrove dhe atët, harrove prestigjë reklamë. Jo, ato do t'i themi nesër. E kemi nesër, e lamë, okej. Kemi harru një diçka. Ti kur shef futboll, qa pëlqen? Unë s'shoh fare futboll. Jo sa mirë the, unë kam një gjë vlla. Unë kur shkoja doja të shikoj ndaj ndeshje kur janë këto, ku kishe bastesh gjërash. Shkoja për të parë, jo për të vënë baste, thjesht për të kisha atmosferë. Edhe kuptoja që sa mbaronte një ndeshje që unë doja, ata e hiqnin. E unë thoya mbajmë vlla se unë du me pa
qa bëjnë lojtarët në bras si të mërën ndeshe, se s'më pëlqen fare futbolli. Du si lunë ky çaj thot ky këti si përqap. Atmosferë. Kur mbaron të Champions Liga, ishte ai gjithmonë FIFA ka atë fjalin që gëdhën kupën live me emrin. Po. Ky është Argjendari Nardi në Berat që do na ka bërë trofet. Do na bëj trofet me gëdhëndjen e... Pra ai e fundit fare... I gëdhën live, i vë dhe emrin. I vë emrin fund fituesit dhe e bën aty në fushë. Kështu që e falenderoj dhe atë, se do kemi kohë dhe ti marrim këtu gjithë intervista. Pyetja e fundit për Edi Gega. Në Berat, në fundjavë ka më shumë turist të huaj apo shqiptar? Atëherë, pjesë e dimrit tani, çuditërisht ka shumë shqiptar. Jam me familje të shumë shqiptar. Mendoja se dhe kjo është një risi e re që unë po shikoj më shumë këtë vit. Çuditërisht këtë vit ka ndryshuar fundet javës ka shumë shqiptar. Më shumë shqiptar tani kalon marsi, prilli, pastaj dominojnë tuajt. Por në këtë periudhë ka shqiptar shumë. Sepse neve në Tiranë jetojmë miqe plot kemi shumë. Nuk kanë destinacione, zakonisht janë rreth Tiranës. Berati është 1 orë. 1 orë. Absolutisht që këtu mund gjesh nga vera e Çobës edhe nga ushqimi më jashtëzakonshëm me këtë panoramë. 1 orë dhe mund të bësh një rrugë panoramike që fillon direkt nga Belçi, nga këtej, gjithë kalon një shesh është një mrekulli. Çuditërisht ka filluar Berati është më në fund. I urojmë gjithë besimtarëve musliman Agjerin të mbar, sot, nesër dhe pas nesër, unë jam solidarizuar me vllajin tim, po agjeroj 3 ditë në Berat. Sa mirë. Kështu që për një ditë më të bukur dhe për një të ardhme më të shëndritshme për gjithë ne. Kështu që mezi presim na vi dita nesme se këtu do ketë çuditëra. Fjalë më të bukura nuk ka për mbyllje, ju përshëndes me Erion Xharo, Alket Islami, Edi Gega. Shihemi nesër në RTS. Faleminderit. Mos harroni, hajdeni në Berat. Në fundjavë ju presim. Ciao. Ja, mirëpafshim. Okej.